Fermerët e Korçës kanë protestuar sërish ndaj mungesës së tregut për shitjen e fruta perimeve që ata kultivojnë. Sipas tyre, qeveria favorizon futjen e mallit nga importi. Tani unë licencën e nxorra edhe të fermerit e kam nxjerrë në fermerit edhe licencën e tregtarit. Për arsye se malli nuk shitet, mbetet. Jo, paguani taksi, jo, çfarë taksi paguajnë? Me 10 kg piperka. Çfarë taksi paguaj? 10 herë mezetor kamerë, ja me të këti dhash ja futa mezetor, atë janë parcet bëhet ple fare piperka. Le të bëhet ple, pak të mbjell grurt, pak atje të mos ndreqet gruri më shumë. Në fshat mund të ketë, unë flas për veten time, mund të ketë një sasi prodhimi deri në 300 ca kuntali kam në shtëpi të vendosura në Arka atje. Në një kohë që ishte rreth 1000 kërkesa në ditë, pajisja me nipt ishte vetëm për 10 veta. Dhe kjo na ka sjell një problem shumë të madh për sa i përket grumbullimit të prodhimeve, pasi ne nuk mund të grumbullojmë pa patur niptën e fermerit. Protesta e fermerëve është mbështetur dhe nga PD Dega Korçë, e cila kërkoi sensibilizim të qeverisë për situatën ku ata ndodhen. Rënimi i fshatit shqiptar, kjo me pak fjalë është rënimi i ekonomisë dhe impakti i kësaj politike të mbrapsht do të jetë direkt në ekonominë e çdo shtëpie shqiptari. Për të shpëtuar penaliteteve ndaj informalitetit, fermerët e Korçës kanë nisur të pajisen edhe me licenca për shitjen e produkteve të tyre, pasi janë të detyruar të bëjnë dhe tregtarin në mungesë të tregut.